neve, si që cika ma herët, kemi predispozit për problemet të shëndetit mendor. Jemi një shoqëni e dalën nga lufta, kështu që arsyet, ja, rritja e numrit të dhunës, të vrasjeve, këto janë faktorë si neve kemi problem të shëndetit mendor si shoqëri. Prandaj neve kemi plot faktorë si e lidhin cenimin e shëndetit mendor tek neve, shqetësimet e ndryshme në varësi të çrregullimit, përvoja traumatike, pastaj predispozita për problemet shëndetit mendor, mosha e cila është shumë e ndjeshme, për shembull adoleshentët, ata edhe nëse nuk kanë një problem ose nuk kanë si të them, gjithçka shkon mirë, ata është e nevojshme të vizitohet psikologu për shkak të anatomisë, edhe për shkak të hormoneve, edhe për shkak të mënyrës se si ata faza e tyre është shumë fragjile, prandaj është shumë e nevojshme pa pasur ankesa ose pa vrit probleme neve ti vizitojmë psikologun. Por edhe për një dilemë ose për një problem shumë të vogël, duhet vizitohet psikologu. Është një farë lloj, si të them, përveç që mirët me çrregullimet edhe me diagnostifikimin e çrregullimeve të ndryshme, ai gjithashtu është një lloj konsulenti në jetën e individëve.